Luis Hasa ka vendosur që të përfaqësojë Shqipërinë. FIFA ka zyrtarizuar vendimin e mesfushorit për t'u larguar nga Italia ku ka luajtur deri në grupmoshën U21. Lojtari i Napolit është aktualisht i huazuar tek Carrarese në Serie B. 22 vjeçari po bën mjaft mirë, pasi numëron 25 paraqitje me 5 gola të shënuar dhe 3 të tjerë të asistuar. Hasa luante me moshat e Juventusit, ndërsa ka provuar edhe stolin me Bardezint. Kartonin e tij më pas e bleu Lecce. Në ekipin e parë të Lecces pati vetëm një paraqitje në Kupën e Italisë. Pas Lecces ishte Napoli që investoi te mesfushori shqiptar. Njëjtë si te Juventusi, edhe te Napoli ka provuar vetëm të jetë në stol. Hasa ishte pjesë e ekipit që u shpall kampion me Antonio Conten në edicionin e kaluar. Megjithatë, që nga java e 20 dhe deri në fund të kampionatit qëndroi vetëm në stol.